Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lirin. Ditë më parë, ashtu si unë edhe të gjithë gazetarët botror, raportuam për një vrasje e cila ndodhi live në rrjetin social TikTok. Një vajzë e quajtur Valeria Marquez, një vajzë e cila ishte influencere shumë e njohur në Meksik, u vra live nga një person i panjohur duke qëndruar në TikTok pasi që mori një telefonat edhe një mesazh që do t'i sillni një dhuratë shumë të madhe dhe dhurata ishte vrasja e saj. Por ditët e fundit po shokohemi dhe po tronditemi nga ajo që ne çuditërisht po e dëgjojmë. Unë jam munduar që në një përmbledhje të përmbledh të gjithë situatën e asaj që ne po shikojmë. Në natën e mbrëmshme, konkretisht, është shfaqur në këtë TikTokun Valeria live, duke biseduar me fansat e saj, duke shprehur mendime, duke i bërë pyetje dhe ajo duke u përgjigjur. Një ngjarje që ka tronditur opinionin publik botror është kthyer në një labirint të paqëndrueshëm mes jetës edhe vdekjes, realitetit dhe iluzionit. Bëhet fjalë për vajzën e njohur nga rrjetet sociale, Valeria Marquez, e cila vetëm pak ditë më parë u raportua gjërësisht në media si e vrarë, gjatë një transmetimit live në TikTok. Pamjet e momentit tronditës u shpërndan me shpejtësi nëpër platformat më të mëdha ndërkombëtare, duke shokuar ndjekësit e saj dhe publikun në mbar botën. Sipas raportimeve fillestare, Valeria ishte në një TikTok live ku ndodhi incidenti i tmerrshëm. U dëgjua një zhurmë që ngjante me të shtënat e një armë zjarri. Kamera u përplas në tokë dhe gjithçka u ndërpre pak më vonë. Burime pranë saj konfirmuan vdekjen dhe brenda 24 orëve në media u raportua për ceremoninë e saj mortore. Të afërm edhe miq të pretenduar postuan foto nga varimi, duke i dhënë kësaj tragjedie një karakter përfundimtar. Por gjithçka mori një kthes të frikshme dhe të pazakontë. Vetëm disa ditë pas vdekjes tashmë themi në thonjza, së saj, rrjetet sociale filluan të zihen sërish, por këtë herë jo nga dhimbja, por nga dyshimet. Video të reja dolën në TikTok ku pretendoi se Valeria ishte sërish live. Pamjet tregonin një vajzë identike me të, duke biseduar, kërcyer, madje dhe duke ju përgjigjur ndjekësve të saj në kohë reale. Kjo ka ndezur një stuhi debatesh, teori konspirative dhe analiza që deri tani ka ndarë publikun në dy kampe të mëdha. Ata që besojnë se Valeria është gjallë dhe se gjithçka ishte një inskenim, dhe ata që e konsiderojnë këtë si një mashtrim i realizuar me inteligjencën artificiale ose nga persona që janë të ngjajshëm me Valerian. Pikat kryesore që në këtë rast kanë ngritur dyshimin e madh janë këto. 2 TikTok live njëkohësisht. Valeria mbrëm ka qenë në 2 TikTok live njëkohësisht. Disa pretendues raportuan se kishin parë 2 transmetime live në të njëjtën kohë, ku në secilën shfaqej Valeria, por me veshje të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Kjo ka hapur 2 mundësi. Ose kemi të bëjmë me montazh të sofistikuar, ose dikush po përdor fytyrën e saj me teknologji deepfake quhet, ose siç mendojnë më të guximshmit. Ndoshta Valeria ka një sozi ose një motor binjake për të cilën nuk e dinte askush. Pamjet janë tepër reale. Analistë të teknologjisë kanë shqyrtuar video dhe kanë deklaruar se nuk ka shenja të qarta manipulimi grafik në shumicën e tyre. Nëse janë deepfake, janë ndër më të punuarit dhe të sofistifikuarit që kemi parë ndonjëherë në rrjet, është shprehur një ekspert i sigurisë digjitale. Asnjë dyshim mjekësor publik, asnjë lloj dëshmie. Sado që u fol për vdekjen e saj, nuk është publikuar asnjë raport zyrtar autopsie, as ndonjë certifikat vdekje në burime publike. Për më tepër, fotot e varimit janë pa shprehje të qarta fytyre, duke lënë mundësinë që trupi të mos jetë i Valerias.
Fakti që ajo vazhdon të jetë në live, në një nga videot më të fundi që po qarkullon, Valeria ose dikush që duket si ajo, shfaqet duke folur për jetën e saj pas një periudhe stresi dhe duke falenderuar ndjekësit për përkrahjen. Ajo nuk përmend as pak vdekjen apo zhdukjen e saj, sikur të mos kishte ndodhur asgjë gjë. Kjo ka rritur akoma më shumë dyshimet te publiku. A është fa inteligjencës artificiale? Këtu bëhet pikpyetja. Kjo është një nga teoritë më të diskutueshme. Me zhvillimin galopant të teknologjisë, deepfake, voice cloning dhe avatarët virtual të AI-s janë bërë tepër të avancuar. Sot, me një sasi të mjaftueshme videosh dhe audiosh origjinale, një sistem inteligjent mund të rikrijojë thuajse në mënyrë perfekte sjelljen dhe pamjen e një personi, aqsa të mashtrojë dhe njerëzit më të afërt. Në këtë kontekst, shumë ekspert të rrjeteve sociale dhe teknologjisë po e shohin këtë rast si eksperiment të mundshëm global për testimin e kapaciteteve të manipulimit të realitetit përmes AI-s. Nëse Valeria është vërtet e vdekur, atëherë po përdoret identiteti i saj për qëllime të panjohura, por nëse është gjallë dhe po luan një rol, atëherë lind pyetja tjetër: pse u raportua si e vdekur, kush organizoi këtë dhe çfarë fshihet pas gjithë kësaj? Një tjetër teori po qarkullon është se dikush nga të afërmit ose ndonjë shoqe që i ngjan shumë asaj, po përdor profilin dhe famën e Valerias për të krijuar buj. Kjo nuk është era e parë që ndodh në një gjë të tillë, pasi në rrjetet sociale janë të mbushura me histori të ngjashme ku njerëzit imitojnë të famshëm ose krijojnë narrativ të rreme për klikime dhe ndjekës. Deri në këtë moment nuk ka një deklaratë zyrtare nga ndonjë institucion ligjor, policor apo nga familjarët e saj që të konfirmojnë plotësisht gjendjen e saj. Opinioni publik është ndarë dhe çdo ditë dalin detaje të reja që e bëjnë çështjen edhe më të paqartë. Në një epokë ku e vërteta dhe gënjeshtra janë gjithmonë më e vështira për të dalluar, rasti Valeria Marquez mund të jetë një sinjal i fortë alarmi për atë që na pret në të ardhmen, në një botë ku do të jemi gjithnjë më pak të sigurt për atë që ne shohim, dëgjojmë apo besojmë. Nëse Valeria është e gjallë dhe ka orkestruar vetë këtë histori për famë, atëherë kemi të bëjmë me një nga mashtrimet më të mëdha të epokës digjitale. Por nëse është e vërtet e vdekur dhe dikush po përdor identitetin e saj për qëllime të errta, atëherë kemi të bëjmë me një fenomen të frikshëm të abuzimit me teknologji dhe me imazhin e njeriut pas vdekjes. E vetmja e sigurt është kjo: rasti Valeria Marquez nuk ka mbaruar ende. Ai sapo ka filluar dhe e ardhmja e vërtet në botën tonë digjitale mund të varet nga mënyra si e kuptojmë dhe reagojmë nga ngjarjet e këtilla.